Rama i paskësh zgjedhur të gjithë me fat për spakun. Ka një ironi të zezë në Shqipërinë e sotme, sa herë bie një zyrtar, sa herë del një dosje, sa herë një emër i rëndësishëm kalon nga zyrat e spaku, nga pushtetit e paraburgimi, nga propagandat e faqja e zezë e kronikës penale. Në fund del gjithmonë një njëjti refren politik, sikur problemi qenë ka individual, rastësor, i shkëputur nga sistemi. Sikur kjo të mos ishte një mënyrë qeverisjeje. Sikur kjo të mos ishte bërë tashmë modeli i vetë pushtetit. Sepse kur në një qeverisje grumbullohen ministra, ish ministra, zëvë kryeministra, deputet, drejtor dhe kryebashkiak në nënhetim, në gjykim, në arrest, në burg apo në arati, nuk kemi më të bëjmë me disa mollë të kalbura. Kemi të bëjmë me një pemë të kalbur në rënje. Reuters raportoi në shkurt se kryeministri Edi Rama shkarkoi zëvendës kryeministren Belinda Balluku pas përshkallëzimit të hetimit për korrupsion, ndërsa emrat të tjerë të rëndësishëm të qeverive të tij si Ilir Beqaj, Arben Ahmetaj, Lefter Koka, Saimir Tahiri dhe Alqi Bllako janë përfshirë në procese penale, dënime ose masa arresti. Ky nuk është më lajm. Është portret qeverisjeje. Belinda Balluku është e pandehur dhe kërkesa për arrest ndaj saj u përplas me mburojën politike të shumicës. Ilir Beqaj ndodhet me mas, arrest në burg. Arben Ahmetaj mbetet në Arati. Lefter Koka është në burg. Saimir Tahiri është dënuar dhe e ka kryer burgimin. Alqi Bllako është goditur në më shumë se një front penal. Kur këta emra nuk janë periferia, por zemra e një qeverisjeje, atëherë nuk mund të flitet më për incidente. Mund të flitet vetëm për një regjim pushteti që ka bashkëjetuar për vite me korrupsionin si me një organ të vetin. Dhe sikur të mos mjafton të qendra, mjafton të shohësh pushtetin vendor për të kuptuar për masën e turpit. Një listë e raportuar nga BIRN dhe e riprodhuar gjerësisht në media numëron 25 kryebashkiak socialist aktual ose ish kryebashkiak socialist të prekur nga hetime, akuza ose dënime. Në atë listë hyjnë emra si Erion Veliaj, Benet Beci, Majlinda Bufi, Erion Isaj, Kristian Shkreli, Vangjush Dako, Fatos Tushe, Safet Gjici, Lefter Alla dhe të tjerë. Kur gjysma e hartës vendore të një force politike prek drejtësinë, nuk kemi më krizë individësh. Kemi kolaps standardi. Kjo është arsyeja pse shpreha qeveria e korrupsionit dhe e turpit nuk është më slogan. Është përkufizim. Sepse çfarë tjetër është një qeveri që flet për reformë, ndërsa prodhon pa pushim dosje? Çfarë tjetër është një mazhorancë që flet për moral, ndërsa mban në krah njerëz në nënhetim? Çfarë tjetër është një pushtet që shet modernizim europian ditën dhe mbron me mishe me shpirt të vetët natën? Në një vend normal, një emër i vetëm do të mjaftonte për tronditje politike. Në Shqipëri duhen aq shumë sa opinioni publik rrezikon të mpiret. Dhe pikërisht kjo mpirje është fitoria më e madhe e sistemit. Pastaj vjen ironia më e madhe nga të gjitha, në krye të kësaj piramide del gjithmonë një figurë që sillet si e paprekur, si e palyer, si e ngritur mbi baltën që ka prodhuar vetë sistemi i saj. Thuaj se të mbetet vetëm të thuash me sarkazëm, fal Zotit që Rama nuk i ka ngjyrë kurrë gishtat me këta. Sikur këta njerëz të kenë rënë nga qielli. Sikur të mos jenë ngritur, promovuar, fuqizuar, mbrojtur dhe përdorur politikisht brenda të njëjtit mekanizëm pushteti. Sikur një kryeministër të mund të dalë i larë nga lumi, ndërsa përreth tij notojnë me radhë ministrat, ish-ministrat, kryebashkiakët dhe drejtuesit e vet të kapur nga dosjet. Por problemi i vërtet nuk është vetëm ai që bie. Problemi është ai që vazhdon të qeverisë mbi rënojat morale të të rënëve sikur s'ka ndodhur asgjë. Sepse korrupsioni në Shqipëri nuk është vetëm vjedhje fondesh, tenderash apo pushteti. Është edhe degradim i vetë idesë së shtetit. Është mesazhi që qytetarit i jepet çdo ditë, se pushteti të mbron më shumë se ligji, se partia vlen më shumë se institucioni, se besnikëria vlen më shumë se ndershmëria. Dhe kur ky mesazh përsëritet për vite, shoqëria fillon të besojë se turpi nuk ekziston më si kategori politike. Por ekziston. Dhe pikërisht këtu qëndron aktakuza më e fortë ndaj kësaj qeverie, jo vetëm se ka prodhuar shumë emra në akuzë, por se ka prodhuar një klim ku skandali normalizohet, ku arresti relativizohet, ku arratia shndërrohet në episod dhe ku pushteti vazhdon përpara sikur gjithçka është thjesht stuhi mediatike kalimtare. Nuk është. Është fytyra e vërtetë e një regjimi që ka kërkuar të duket si rilindje, por ka lënë pas një gjurmë të trash hetimesh, dosjesh, gjykimesh dhe turpi publik. Dhe sa më shumë që përpiqet ta mbulojë këtë me propagandë, aq më e rëndë bëhet pyetja që mbetet pezull mbi të gjithë.
nëse kaq shumë prej të vetëve kanë rënë, atëherë sa i pastër mund të jetë vërtet vetë sistemi që i ngriti?